5 shenjat hyjnore të 25 tetorit, fundi i pritjes, fillimi i bekimeve tuaja. Mirë se vini në kanal, miq të dashur. Sot po flasim për një ditë të mrekullueshme, 25 tetorin 2025, një datë që nuk është thjesht një ditë e zakonshme në kalendar, por një moment hyjnor ku qielli takon tokën në jetën tuaj. Imagjinoni, një frekuencë e pastër e shenjtë që vibron si një thirrje nga froni i Zotit. Kjo ditë shënon fundin e një sezoni të gjatë pritjeje, ku keni ecur në rrugën e ngushtë, duke u testuar në çdo hap, duke u lutur në errësirë, duke mbajtur besimin kur gjithçka dukej e humbur. Por tani, po fillon një sezon i ri, sezoni i marrjes. Zoti po hap dyert e përparimit tuaj dhe ai do të flasë përmes 5 shenjave të pagabueshme, që nuk janë rastësi, por konfirmime të drejtpërdrejta se bekimi juaj po vjen. Nëse keni ndier lodhjen e pritjes, nëse keni pyetur pse unë, atëherë ky video është për ju. Do të zhytemi thellë në prapavijën shpirtërore të tetorit, do të mësojmë si të njohim dhe të përgjigjemi ndaj këtyre shenjave dhe do të eksplorojmë çdo një prej tyre me detaje që do t'ju frymëzojnë. Mos harroni të pëlqeni, abonohuni dhe aktivizoni zilen, sepse ky mesazh mund të ndryshojë jetën tuaj. Le të fillojmë me prapavijën shpirtërore që na ndihmon të kuptojmë pse ky tetor është kaq i veçantë. Prapavija shpirtërore e tetorit. Le të kthehemi pak prapa, miq. Tetori nuk filloi si një muaj i zakonshëm, ai erdhi si një stujë energjie hyjnore, e përshpejtuar nga eklipsi diellor i fillimit të muajit. Kujtoni atë moment? Dielli u fsheh pas hënës, duke krijuar një errësirë të papritur, por pikërisht në atë errësirë u mbjellën faret e ndryshimeve të mëdha. Eklipsi na kujton historinë biblike të Josueut, kur dielli u ndal për të lejuar fitoren e Izraelit, një shenjë se Zoti ndërhyn në kohën dhe hapësirën për ne. Kjo energji intensive na shtyu të lëshojmë atë që nuk na shërben më, të pastrohemi nga e shkuara, duke u përgatitur për atë që po vjen. Pastaj, më 21 tetor, erdhi hëna e re e peshores, një portal i hapur për balancën, drejtësinë dhe manifestimin. Pesha, si shenjë zodiacale, na flet për peshoren e drejtësisë hyjnore, si në psalmin, ku thuhet, drejtësia dhe e drejta janë themelet e fronit tënd, mëshira dhe e vërteta shkojnë para fytyrës tënde. Kjo hënë e re na ftoi të vendosim qëllime të qarta, të kërkojmë balancën mes dhimbjes dhe shpresës, mes pritjes dhe veprimit. A ndjet atë tërheqje të brendshme për të falur, për të liruar padrejtësitë e së shkuar? Ky ishte Zoti duke hapur dyert e manifestimit, duke thënë: "Tani, bijtë e mi, është koha për të marrë atë që kam premtuar." Më 22 tetor, kaluam në një ditë heshtjeje të shenjtë, një kohë konsolidimi shpirtëror. Është si sabati i javës së madhe, një pushim i shenjtë para ringjalljes. Në heshtje, Zoti flet më fort, ku Ilia dëgjon zërin e Zotit në fshfshim të butë. Kjo ditë na ftoi të reflektojmë, të mbledhim forcat, të konsolidojmë besimin tonë. Pastaj, më 23 tetor, erdhi energjia e rishfaqjes dhe autoritetit të ri për të rirë. Është si Ezekieli që sheh kockat e thata duke u ringjallur, një ringjallje personale, ku Zoti thotë: "Unë jam ai që të ngre përsëri, që të jap autoritetin tënd të vërtetë." Kjo energji na dha forcën për të marrë vendime të guximshme, për të hyrë në sezonin e ri me kokën lart. Dhe më 24 tetor u aktivizua themeli i numrit 4, struktura, qëndrueshmëria, manifestimi toksor. Numri 4 na kujton 4 këndet e tokës, 4 lumenj të Edenit, 4 ungjit, një bazë e fortë për bekimet që po vijnë. Zoti po ndërton themelet e reja në jetën tuaj, duke i dhënë formë ëndrave tuaja shpirtërore në realitet fizik. Tani, kulmi, 25 tetori me frekuencën e numrit 7-257. Numri 7. Simboli i përsosmërisë hyjnore, si 7 ditët e krijimit, 7 kishat e zbulesës, 7 vullat e bekimeve. Është përfundimi i punës, pushimi pas mundimit, korrja pas mbjelljes, përparimi pas provës dhe përmbushja e beslidhjes së Zotit. Siç thot zbulesa, unë jam alfa dhe omega, fillimi dhe mbarimi. Atij që ka etje, unë do t'i jap falas nga uji i jetës. Kjo ditë është porta juaj drejt kësaj premtimi. Tani, le të shohim si të përgjigjemi kur këto shenja shfaqen, si të përgjigjeni kur shihni shenjat. Para se të zhytemi në shenjat specifike, le të flasim për reagimin tuaj. Këto shenja nuk janë mrekulli të rastit, ato janë të personalizuara, të kalibruara sipas frekuencës suaj unike shpirtërore. Si një letër e shenjtë nga Zoti, e shkruar vetëm për ju. Pra, si të përgjigjemi? Së pari, njihini ato. Mos lejoni skepticizmin apo dyshimet t'ju pushtojnë. Në një botë plot me shpjegime racionale, është e lehtë të thuhet është rastësi. Por Zoti thot, unë e di planin që kam për ju për të ju dhënë një të ardhme dhe shpresë. Kur shihni një shenjë, ndalojuni dhe thoni, kjo është ti, Zot. Njoja është hapi i parë drejt aktivizimit. Së dyti, pranoni verbalisht. Shprehni me zë të lartë mirënjohjen tuaj. Thuaj, o Zot, unë e shoh këtë. E njoh dorën tënde në këtë. Kjo nuk është thjesht fjalë, është një akt i besimit që aktivizon shpirtërisht.
Si Jozue që marshoi rreth Jerikos, fjalët tuaja trondisin muret e pengesave. Falënderimi juaj hap kanale të reja bekimesh. Imagjinoni, çdo herë që falenderoni, po thoni po ndaj planit të tij. Së treti, mos krahasoni. Çdo udhëtim dhe shenjë është unike. Mos shikoni të tjerët dhe thoni, pse unë nuk po shoh atë që ata shohin? Zoti e di frekuencën tuaj, siç thot Bibla, ka lloje të ndryshme dhuratash, por i njëjti shpirt. Shenjat tuaja janë të dizajnuara për plagët dhe ëndrat tuaja specifike. Krahasimi vret gëzimin, pranimi errit atë. Së katërti, veproni me besim. Edhe pa kuptim të plot, veprimi me besim është thelbësor. Si Abrahami që la gjithçka për një premtim të padukshëm, hapi juaj i parë i vogël aktivizon shpërthimin e madh. Besimi pa vepra është i vdekur, thot Jakobi. Pra, kur shihni një shenjë, mos pritni, veproni. Kjo do t'ju çojë në thellësitë e mëdha të përvojës suaj me Zotin. Tani, le të kalojmë te 5 shenjat hyjnore, duke i zgjeruar secilën me shembuj dhe mësimet e tyre. Shenja 1. Ndryshimi i pashpjegueshëm në trajtimin e një personi. Imagjinoni, dikush i rëndësishëm në jetën tuaj, ndoshta një familjar që ka qenë kritik, një koleg indiferent, ose një mik që ju ka lënë vetëm, pa pritur shfaq ngrohtësi, pranim, madje dhe pendim. Nuk ka pasur ndonjë bisedë të madhe, thjesht sjellja e tyre ndryshon si nga era. Kjo nuk është manipulim, është mrekulli. Domethënia shpirtërore, Zoti po riorganizon marrëdhëniet në favorin tuaj. Si në Gjon 21, ku Jezusi i vendos Pjetrin pas tradhtisë, Zoti zbut zemrat për të rikthyer atë që është humbur. Kjo shenjë thot, unë jam duke pastruar rrugën për ty, duke hequr pengesat njerëzore. Është një konfirmim se sezoni juaj i izolimit po mbaron dhe rrjeti juaj i mbështetjes po rimbahet. Kujtoni historinë e Jozefit, vëllezërit e tij që e shitën u ulën para tij duke kërkuar falje, një riorganizim hyjnor pas provave. Në jetën tuaj, kjo mund të jetë një telefonat e papritur, një mesazh i ngrohtë ose një përqafim pas vitesh. Si të përgjigjeni, pranoni me hir dhe për ulësi. Mos thoni merr atë që meriton, por falenderoni Zotin për zbutjen e zemrave. Thuaj, faleminderit Zot që po më jep harmoni. Pastaj veproni, hapni bisedën, falni plotësisht, ndërtoni ura. Kjo do të hap dyert për marrëdhënie më të thella, duke ju bërë dëshmitar të fuqisë së tij. Mos e nënvlerësoni, ky ndryshim është porta e parë drejt rrjetit tuaj të ri. Shenja 2, shfaqja e papritur e parave ose burimeve. Shenja e dytë, shfaqja e papritur e parave ose burimeve. Një çek i papritur, një rimbursim i haruar, një ofertë pune ose madje një dhuratë nga dikush i panjohur, diçka që nuk e kishit parashikuar fare. Nuk është një fitore e madhe lotarie, por një furnizim i saktë, si uji në shkretëtir. Domethënia shpirtërore, Zoti po tregon se ai është burimi juaj i vërtet, duke ju furnizuar në mënyra të pazakonta. Siç thot Filipianëve 4:19, Perëndia im do t'ju plotësojë çdo nevojë sipas pasurisë së tij të lavdishme në Krishtin Jezu. Kjo shenjë konfirmon se pritja juaj nuk ka qenë kot, Zoti po korr farën e besimit tuaj. Është një kujtesë se ai nuk është i kufizuar nga ekonomia jon, ai krijoi universin nga asgjëja. Kujtoni vadën e Manit në shkretëtir, çdo mëngjes Izraeli gjeti furnizim të freskët. Në jetën tuaj, kjo mund të vijë si një bonus punë, një shitje e suksesshme ose ndihmë nga një mik. Si të përgjigjeni, falenderoni Zotin menjëherë, mos pranoni si fati, por si dorë e tij. Thuaj, Zot, ti je furnizuesi im. Pastaj, menaxhojini mirë këto bekime, investoni disa në mbretërinë e Zotit, dhuroni për kishën, ndihmo dik në nevojë dhe përdorni pjesën tjetër me mirënjohje. Kjo do të hapë rrjedhën e vazhdueshme të bekimeve, duke e kthyer furnizimin në një lumë. Shenja 3, qartësi e papritur ose zbulim për një problem të vështirë. Shenja e tretë, qartësi e papritur ose zbulim për një problem të vështirë. Një çështje që ju ka ngatëruar muaj ose vite, ndoshta një konflikt familjar, një pengesë në punë ose një vendim i madh, papritur merr një zgjidhje me qartësi kristali. Është si një dritë që ndizet në errësirë duke zbuluar rrugën e fshehur. Domethënia shpirtërore, Zoti po ju jep mençuri dhe strategji hyjnore direkt nga froni i tij. Siç thot Jakobit 1:5, nëse ndonjë prej jush ka mungesë mençurie, le t'i kërkojë Perëndisë dhe do t'ia jap atij pa qortim. Kjo shenjë është një konfirmim se Zoti po ju ngrit mbi problemet, duke ju dhënë sy shpirtëror. Kujtoni Danielin që mori zbulimin për ëndrrën e mbretit, një mençuri që shpëtoi jetë. Në jetën tuaj, kjo mund të vijë si një ide gjatë lutjes, një bisedë e rastit ose një ndjesë e brendshme e pathyeshme. Si të përgjigjeni, regjistroni menjëherë zgjidhjen, shkruajeni, shënoni në telefon, sepse mendja mund ta harrojë. Falenderoni Zotin për mençurinë, faleminderit që më hap sytë. Pastaj veproni sipas saj pa dyshuar. Dhe kërkoni aplikime më të gjera, si mund ta përdorni këtë qartësi në fusha të tjera. Kjo do t'ju bëjë strateg hyjnor në jetën tuaj.
Shenja 4. Paqe mbi natyrore pavarësisht rrethanave. Shenja e 4. Paqe mbi natyrore pavarësisht rrethanave. Ndjeni të qetë, të përqendruar, madje gëzueshëm, edhe kur stresi është rreth jush, një faturë e madhe, një mosmarrëveshje ose pasiguri e ardhshme. Nuk ka arsye logjike, është një qetësi që mbush shpirtin. Domethënia shpirtërore, Zoti po ju jep paqen e tij, duke ju lejuar të përjetoni perspektivën e tij dhe duke ju siguruar se ai është në kontroll. Siç thot Filipianëve 4:7, paqja e Perëndisë që kalon çdo mendim, do t'ju ruaj zemrat dhe mendjet tuaja në Krishtin Jezu. Kjo shenjë thot, unë jam duke drejtuar, pusho. Kujtoni Pjetrin në burg, engjëjt e liruan, por paqja e tij ishte e pranishme më parë. Në jetën tuaj, kjo paqe vjen si një mburojë e padukshme. Si të përgjigjeni, mbroni këtë paqe, refuzoni ankthin duke deklaruar, paqja e Zotit mbretëron në mua. Kjo paqe ju bën më efektiv, duke ju ndihmuar të merrni vendime të qeta. Përdoreni si armë kundër stuj. Shenja 5. Ëndër e gjallë ose vëgim shpirtëror. Shenja e 5. Një ëndër e gjallë ose vëgim shpirtëror. Ndryshe nga ëndrat e zakonshme, kjo ka qartësi, peshë, imazhe të fuqishme, ndoshta të së ardhmes, paralajmërime ose zbulime. Zgjohesh me një ndjenjë të thellë. Domethënia shpirtërore, Zoti po komunikon direkt duke anashkaluar filtrat mendor. Si Jozefi që interpretoi ëndrat ose Pjetri në vetësinë e tij. Kjo është zëri i tij në gjumë, si në Joel 2:28, do të derdh shpirtin tim mbi çdo mish, bijt dhe bijat tuaj do të profetizojnë, ëndrat tuaj do të shohin vegime. Si të përgjigjeni, regjistroni gjithçka në detaje menjëherë. Falenderoni Zotin dhe kërkoni interpretim në lutje. Shpërndajeni me kujdes me njerëz shpirtërisht të pjekur dhe shihni se si manifestohet në ditët në vijim, përfundim, koha e pritshme. Nëse përjetoni disa prej këtyre shenjave, Zoti po ju flet në stereo, intensifikoni besimin tuaj. Deklaroni lart e qartë atë që po ju tregon. Përparimi juaj është këtu. Faleminderit që ndenjet me mua sot. Ndajeni këtë video, lutuni për 25 tetorin dhe mos harroni, Zoti po lëviz. Paqe.